Edhe pse vetëm pak ditë më parë Ministria e Financave mori afro 27 miliard lek huar në tregun e brendshëm, javën e ardhshme qeveria sërish do të hapë një ankant për bonon thesare. Këtë herë shuma që kërkon ekzekutivi është 15 miliard lek. Në një njoftim për shtym nga Ministria e Financave, thuhet se ditën e martë Banka e Shqipërisë zhvillon ankantin ku do të shiten bono me afat maturimi 3 mujor dhe 12 mujor. Marrja e parave borxh në tregun e brendshëm rrit kostot e financave për të shlyer borxhin publik, pasi norma e interesit është më e lartë se huat që japin institucionet financiare ndërkombëtare. Aktualisht norma e interesit për bonot me afat një vjeçar ka arritur 6.6% nga 6.08 që ishte para disa javësh. Sipas ekspertëve, rënja e kërkesës së individëve apo bankave për të investuar borxhin e qeverisë rrit automatikisht edhe normën e interesit. Ky është ankanti i dytë që realizohet brenda janarit. Më parë qeveria mori huaj e detyruar nga situata financiare e vështirësuar si pasojë e fillimit të vitit, pasi pjesa më e madhe e tatimeve dhe taksave arkëtohen në fund të muajit. Jo më larg se të shtunën shefi i misionit të FMN-s për Shqipërinë Adim Milaj e cilësoi borxhin publik të vendit si më të lartin në rajon, ndërkohë që nga ana tjetër e konsideroi të rrezikshëm, pasi pjesa më e madhe e tij është afat shkurtër. Kjo do të thotë se në të ardhmen mund të krijojë pamundësi shlyerje. Situata ekonomike në vend ka ndikuar edhe në uljen e të ardhurave për buxhetin e shtetit, pasi realizimi i tyre rezulton si më i dobti në 10 vitet e fundit. Nisur nga kjo, shoqatat e biznesit ngren shqetësimin se janë krijuar probleme të shumta me gjobat dhe keq interpretimin e ligjit nga ana e organeve tatimore. Këtë rënje të ardhurave shpeshherë tatimorët janë përpjekur që ta kompensojnë me metoda shpeshherë arbitrare. Mosmarrja në konsiderate e ankesave të biznesit, mjafton të përmendim një shifër shumë të thjeshtë, apelet e bëra ndaj gjobave nga ana e bizneseve. Në masën 90% janë rrëzuar nga drejtoria e apelit pranë drejtorisë tatimeve, ndërsa në masën mbi 75% të njëjtat ankesa janë pranuar nga gjykata. Sipas bizneseve, kjo situatë mund të ndikojë në largimin e investitorëve të huaj që operojnë në Shqipëri.